الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Lavdi, falënderimi dhe adhurimi i takojnë Allahut, krijuesit absolut të gjithësisë, vetëm atij i mbështetemi dhe vetëm prej tij kërkojmë faljen e mëkateve tona, bulimin e tmetave tona si dhe pranimin e veprave tona. Ndërkaq salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta çdo herë dhe pa ndërprerje ja dedikojmë Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij, deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Besimtarë nderuar, sikur se kemi thënë javën e kaluar, për shkak se Ramazanin e kemi shumë afër, serinë e ligjëratave rreth ngjarjeve kuranore e kemi ndërprer, si një lloj para përgatitje inshallah me këtë temë që do të trajtojmë sonte për Ramazan, duke qenë se muaji i Ramazanit është muaj me plot begati dhe me vlera të jashtëzakonshme, është e udhës që t'ia dim vlerën sa më tepër dhe përgatitemi që ta shfrytëzojmë atë maksimalisht. Nga se mirësia e arritjes së Ramazanit është mirësi e veçantë, është mirësi e jashtëzakonshme që Allahu çdo kujt nuk ja mundson. Pra edhe shpirtërisht, por edhe fizikisht. Ka të shumë që sot nuk janë me ne, nuk jetojnë, për shkak se kanë ndruar jetë, dhe ne fatmirësisht vazhdojmë të jemi gjallë. Urojmë që të jemi për atyre që do të arrijnë Ramazanin dhe do ta shfrytëzojnë atë ashtu siç duhet. Në anën tjetër ka dhe të tillë që janë të gjallë, por realisht edhe janë të vdekur. Janë të gjallë fizikisht, por janë të vdekur shpirtërisht për shkak se e arrijnë Ramazanin dhe nuk e besojnë atë si një prej shtyllave të fesë. Nëse e besojnë, ka të tillë që nuk e zbatojnë atë, nuk e aplikojnë atë, dhe kjo padyshim se është humbje e madhe. Ndërkaq ne fatmirësisht jemi pe atyre që përpos që e besojmë madhështinë e këtij muaji, mundohemi që të arrijmë atë dhe mundohemi që të përfitojmë prej tij aq sa kemi mundësi. Prej gjërave që konsideroj se është më e rëndësishme për me pas parasysh para se më fut në Ramazan, është mirësia e ringjalljes së zemrave. Një prej prioriteteve që duhet ta kemi ne para se të hyjmë në Ramazan është ringjallja e zemrave tona. Zemrat kanë nevojë për ringjallje të përhershme, kanë nevojë për freski, kanë nevojë për ripërtrirje. Për shkak se zemrat njerëzore janë zemra që ndikohen nga rrethonat dhe nga situatat në të cilat ata jetojnë. Allahu i Madhrishëm në Kur'an flet për gjitha llojet e zemrave. Dhe një ndër zemrat apo një ndër llojet e zemrave që i përmend është edhe zemra e ngurtë. Dhe kur flet për zemrën e ngurtë, konkretisht e përmend si shembullin më të keq shembullin e Beni Israilëve, të cilët i kanë përjetuar argumentet e Allahut në mënyrë të drejtë për drejtë. Megjithatë i kanë mohu ato. Prandaj kur Allahu ua ka bërë të mundur atyre që me pa dhe se si ringjallet njeriu, kur e ka ringjallat njeriu edhe ka treguar se kush realisht e ka vrarë, edhe pas këtij argumenti praktik edhe real e kanë mohuar të vërtetën e Zotit. Prandaj Allahu çfarë thot për ta? Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik. Pas kësaj që ata mohuan, pas kësaj që ata e pan, e përjetuan pe argumenteve të Allahut, u ngurtësuan zemrat e tyre. Fehije kel hijarati au ashaddu qaswa. Dhe zemrat e tyre u bën sikur se gurët ose edhe më të ngurta se sa gurët. Madje Allahu vazhdon edhe tregon se ka edhe gur që janë më të gjallë se sa zemrat e disa njerëzve. Wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar. Allahu thot ka gur për cilëve burojnë lumenj, gufojnë lumenj ndryshëm. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma. E ka dhe gur që qahen prej të cilëve del ujë. Wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah. E ka dhe gur që nga frika ndaj Allahut Madhrishëm rrokulliset nga maja e malit. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Allahu nuk është i shkujdesur ndaj asaj që ju e veproni. Pra Allahu dëshiron të na tregojë se edhe guri që është krijesë e ngurtë, ndodh që të jetë më i gjallë, më i kuptueshëm, edhe më i nënshtruar ndaj Allahut
se sa krijesa njerëzore. Nëse argumentet praktike dhe të përkohshme që i kanë përjetu Beni Israilit, sepse mrekullitë që kanë ndodhur përgjatë historisë së njerëzimit përmes pejgamberëve të Allahut, kanë qenë mrekulli që konsiderohen apo i atribuohen veprës së Allahut. Janë veprat e Allahut. Ndërkaq argumenti i përhershëm që nuk është mrekulli vepruese, por është atribut i Allahut, është Kurani. Prandaj nuk ka mrekulli më të madhe me të cilën Zoti pra e ka nderuar njerëzimin, respektivisht besimtarët e tij, se sa me Kur'an. Dhe nëse besimtarët e Allahut e njohin Kur'anin, e lexojnë atë, e dëgjojnë atë, madje edhe meditojnë atë, edhe nuk rënqethen zemrat e tyre, nuk gjallërohen zemrat e tyre, atëherë është një problem jashtëzakonisht serioz. Andaj unë dua që për disa minuta ta kërkojmë vetveten në këto argumente. Edhe të analizojmë zemrën tonë, si është zemra jonë në raport me librin e Allahut, në raport me Kur'anin. Si është zemra jonë në raport me adhurimin e Allahut Madhërisëm. Si është zemra jonë në raport me zbatimin e urdhrave të Allahut. Si është zemra jonë në raport me devotshmërinë e kërkuar. Si është zemra jonë në raport me muajin e bekuar të Ramazanit, që është një prej shkaqeve për post që ndërtohet fetaria jonë në të, është edhe prej mundësive më madhështore të përfitimit, të gjallërimit zemrave fillimisht. Allahu në mënyrë përkthelse u drejtohet besimtarëve të tij, duke u thënë: "Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq." A nuk ka ardhur koha, o besimtar, që ju me i përul zemrat tuaja, pra zemrat tuaja me u përul përballë përmendjes së Allahut dhe përballë të vërtetës që Allahu e ka zbrit pe Kur'anit. Fudail ibn Iyad është një prej figurave të ndritura islame, i cili para se me udhëzu ka qenë edhe rebel, ka qenë edhe cup, ka qenë edhe i thelluar në çështje epshore, i dhënë pas femrave ndryshe me përkthy. Nëse mujna me thonë, këtë këshijat i ka pas. Kur e ka dëgju imamin e lagjës të e këndu në namaz, qëta jetë që unë sapo e citova: "Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq." A nuk ka ardhur koha që besimtarët mi përul zemrat e tyre kërshi përmendjes së Allahut dhe kërshi të vërtetës që Allah e ka zbritur, i ka ratë fikt. E ka prekën, thellë në zemër dhe në shpirt. Edhe prej atij momenti është pendu sinqerisht tek Allahu, edhe është bërë prej dietarëve më të mëdhenj në histori islame. Edhe me dije, edhe me akhlak, edhe me kontribut. Shpesh e dëgjoni emrin Fudail ibn Iyad prej dietarëve, prej xhallarëve. Pra, këtë mundësi e ka Kurani me bë me zemrat tona. Këtë aftësi, këtë fuqi e ka libri i Allahut me ndryshu edhe me gjallëru zemrën tonë. Thjesht na do të mu afru dhe të librit të Zotit. Allahu çfarë thon në Kur'an? "Qul huwa naba'un 'azim." Kurani është lajm madhështor. Madje nuk njeh historia e njerëzimit lajm më madhështor me të cilin Zoti e ka lajmëruar se sa Kurani. Antum anhu mu'ridun. Problemi është Allahu që ju po largoni prej tij. Po s'ka mundësi me u marrë me Kur'an e mos me u ndiku prej madhështisë tij. E nëse nuk ndikohemi prej madhështisë librit të Allahut, i bie që ne i jemi larguar atij. Këtu është problemi. Nga se fjala e Allahut detyrimisht reflekton në fjalët tona dhe në veprat tona. Lidhja jonë me librin e Allahut domosdoshmërisht ka me kriju një revolucion shpirtëror në vetët tona. Një gjallërim zemrës që nuk e ka përjetuar asnjëherë më parë. E Allahu kur i cilëson besimtarët e drejtë, çfarë thot? Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Besimtarët e vërtetë dhe të denjën ata të cilët kur u përmendet atyre Allahu rrënqethet zemrat e tyre.
Unë sa herë dëgjoj këtë ajet, ose e lexoj, vallahi të provon para madhërisë së Allahut. Se nuk ka mundësi, pra, derisa Allah e ka përmend, që ka zemra që kur e dëgjojnë Allahun, kur dëgjojnë për Allahun, kur e përmendin Allahun, rënqethen zemrat e tyre, mos mu përjetu një gjatë tillë. Për ndryshe Allahu s'kish me përmend. E pse na nuk jemi në këtë kategori? Pse zemrat tona nuk po rënqethen ku po përmendet Allahu? Pse zemrat tona nuk po rënqethen ku po dëgjohen ajetet e Allahut, fjalët e tij? Kur po i lexojmë ato ose kur po i dëgjojmë ato, do të thotë se kemi një problem serioz me zemrat tona. Andaj nuk ka mundësi më të volitshme se sa Ramazani që na me punu me zemrat tona. Edhe më bë për atyre që zemrat e tyre do të rënqethen kur e madhrojnë Allahun, kur atyre u përmendet Allahu, apo kur i dëgjojnë dhe i lexojnë ajetet e Allahut. Normalisht ky është një proces që don kohë, po ideja është që na me fillu, me punu me vetët tona, me punu me zemrat tona, me shfrytzu maksimalisht Ramazanin që po vjen, për me i gjallëru zemrat tona. Qase nuk ka mundësi më të mirë dhe më të volitshme për me i përmirësu zemrat, me i gjallëru ato, se sa muaji i Ramazanit. Gjitha rrethonat janë të lehtësuara. Kur zemra nuk ndihet më qetë se sa në Ramazan. Edhe më bindur që secilin prej jush me pyet individualisht, ka me thonë po ç'ashtu është. Kur zemra nuk është më e mbrojtur prej cytjeve djallëzore se sa në Ramazan. Kur zemra nuk është më shpresuese se sa në Ramazan. Kur zemra nuk është më e nënshtruar ndaj Allahut se sa në Ramazan. Këto e vrejnë edhe ndjejnë edhe ata që nuk janë besimtar. Thjesht nuk din çysh me shpreh. Mu më ka ndodhur me diskutu me disa jo musliman, edhe në Evropë po edhe këtu te na, thonë, vallahi hoxh, nuk e di pse, po edhe na ndjejmë mirësinë e Ramazanit kur ju vjen juve. Edhe na jemi më të qetë edhe pse si jemi musliman. Pre asaj që shohim tek ju nga mënyra se si ju e prisni Ramazanin, e përcillni Ramazanin, nga mënyra se si i drejtoni Allahut me lutje, me ibadete, me agjerim, me namaz, me sadaka, me solidarizim me zvete. Si kjo është madhështia e Ramazanit. Andaj, mos lejojmë që me na kalu ky Ramazan pa e pas fillimisht prioritet gjallënimin e zemrës tonë. Bënja vetës prioritet. Objektivi kryesor i këtij Ramazani ka me qenë gjallënimi i zemrës teme. Asgjë tjetër. Se çdo gjë buron prej zemrës. Nëse arrijmë i përmirësu zemrat, i kemi përmirësu krejt gjëra të tjera, edhe fjalët edhe veprat. Prej kësaj cope mishi, burojnë edhe vlerat, por edhe antivlerat. Edhe smundjet, por edhe ilaçet. Prej këtu fillon adhurimi i Allahut. Prej këtu fillon nënshtrimi ndaj Allahut. Prej këtu fillojnë veprat reale. Qofse arrim na me i gjallëru zemrat, me dalë prej këtij materializmi shkatrues që na ka glabëru krejtve, me dalë prej këtij burgu të mëkateve, të shumta, e madje të panumërta, e me shiu ëmbëlsinë e një zemre të nënshtruar ndaj Allahut madhërisht. Qofse nuk mundna me bë në Ramazan, mos mendoni që keni me bë me një muaj tjetër. Për arsye se rrethonat jashtë Ramazanit nuk janë sikur se në Ramazan. Rrethonat janë më të vështirësuara, problemet janë më të shtuara, edhe mundësitë janë më minimale që na me i gjallënu zemrat tona. Po flasim në parim, për ndryshe mund ndodhë çdo gjë në lejen e Allahut. Por në parimsi kështu është. Ramazani prin në përmirësimin e zemrave. Kushdo që e shfrytëzon Ramazanin për gjallërimin e zemrës vet, e ka shfrytzuar më të mirën. Pastaj nuk e ka problem që muj tjerë më u marr me obligimet që i ka kashi Allah, do ta ketë shumë më lehtë, edhe me të shijuarit e nënshtrimit ndaj Zotit të Madhërisht. Pastaj çështja e dytë që duhet me pas parasysh është ndryshimi i gjendjes. Pra, e para ke gjallërimi i zemrës, e dyta është ndryshimi i gjendjes. Normalisht që këto janë të ndërlidhura njëra me tjetrën, se kur gjallërohet zemra, vetëm se hapet mundësia e ndryshimit të gjendjes. Por duhet pak me shtu intensitetin e punës edhe këtu. Nuk mjafton që
vetëm u marr me zemrën. Prandaj imani sipas definicionit më të saktë çka është bindje me zemër, shqiptim me gojë dhe veprim me gjymtyr. Pra nuk kufizohet ibadeti ka shi Allahut vetëm në aspektin e zemrës. Prandaj krahas gjallërimit të zemrës duhet ta përjetojmë edhe ndryshimin e gjendjes. Edhe në fjalët tona, edhe në veprat tona. Nga se fjalët tona dhe veprat tona i pasqyrojnë brendit e zemrave tona. Atë që e flet gjuha dhe e vepron dora apo këmba, gjymtyrën përgjithësi, realisht dëshmojnë se çfarë kanë zemrat tona. Sado që njeriu mund ta fshehë, mund ta maskojë këtë realitet, e ka të pamundur që për herë ta bëjë një gjë të tillë. Herë do kur i del e vërteta e brendshme atij. Sidomos në vështirësi, në sprova, në telashe, në mundime. Aty shpërfaqet realiteti ynë i brendshëm. Allah thot në Kur'an inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ata nuk e ndryshojnë gjendjen e tyre. Pra, derisa na nuk i ndërmarrim shkaqet e nevojshme të përmirësimit gjendjeve tona, mos presim që Allahu ka me ndryshu gjendjen tonë. Donë se Allahu është i plotfuqishëm me vepru çdo gjë. Ama Allahu i ka caktuar disa parime, disa premisa, disa shkaqe që na duhet me i përfill, duhet me i ndërmarr. Nga se edhe gjallërimi i zemrave, edhe ndryshimi i gjendjeve nuk vije vetvetiu. Vije përmes ndërmarrjes së këtyre shkaqeve që Allahu i ka përcaktuar. Nga se jeta e kësaj bote detyrimisht është e ndërlidhur me shkaqe. Ne jetojmë shkak i lindjes nga nana. Ne gjallërojmë shkaku i punës. Ne edukohemi, arsimohemi shkaku i shkollimit. Pra çdo gjë ka shkakun e vet. Prandaj edhe ndryshimi i gjendjeve tona vije atëherë kur ne i ndërmarrim shkaqet e ndryshimit. Nëse jemi në gjendje të mirë, duhet me ngrit nivelin, me kalu në një gjendje hala më të mirë. Nga se e mira nuk ka skaj. E mira është e palimitume. Dhe kur besimtari i devotshëm nuk bën më mjaftu me gjendjen që e ka. Edhe nëse kur e krahason veten me disa të tjerë, e sheh që është alhamdulillah shumë mirë, besimtari duhet çdo herë me synu më të mirën, më të lartën. Kështu kanë vepruar sahabët. Sahabët për dallim prej nesh, ata sado mirë që kanë qenë, çdo herë i kanë minimizuar veprat e mira, i kanë maksimizuar mëkatet. Pra, në raport me veprat e mira, i kanë thonë vetes kur gjë s'ke bë. Në raport me veprat e këqija, edhe nëse shumë pak kanë bërë të këqija, ja kanë bërë vetes tragjike. Ka thonë, a di çka ke bë? Edhe pse ndoshta s'ka rajt, s'ka bërë moralitet, s'ka mashtru, thjesht ka mujt me i ksyrin diçka, ndonse edhe pa qëllim, apo me dëgju ndonjë haram, ama vetes ja ka bërë tragjike. Hele këtu, ja Rasulullah, ka shku me vrapa, i sahabije ka thonë, ja Rasulullah, jam shkatru. Pse e kanë di qëto ajë? Sa e ka dash gjendja e ti, mos me kalu nga gjendja mirë të keqe. Edhe nuk është mjaftu me gjendjen e mirë që e ka pas. Ka dash do herë ma mirë me konte Allah i madhrishëm. E një prej mënyrave edhe prej rrethonave më të volitshme edhe më të përshtatshme për me ndryshu gjendjen tonë është Ramazan. Ndryshimi që arrihet në Ramazan nuk arrihet në asnjë muaj tjetër. Pikërisht për shkak të rrethonave të lehtësuara nga ana e Zotit madhrishëm. E krejt çdo rrethona të lehtësuame tregojnë se Allahu çast tepër na don, saqë ai po na lehtëson rrugën për me shku te ai sa më të mirë, sa më të gjallënuar zemër dhe sa më të ndryshuar gjendje. Ama na spilexojmë këto isharete, spilexojmë këto ajete, këto argumente të Zotit. Na po a kthejmë shpinën praktikisht, nëse jo gojarisht edhe shpirtnisht, praktikisht po. Sepse gjendja jonë reale po tregon që na jemi larg prej asaj që kërkohet prej nesh. Madje shumë larg. Transmeton Ebu Davudi, Nesaiu, Ibn Majah, Ibn Khuzaime nga hadithi i Usame ibn Zeidit, sahabiu të nderuar, i cili thot: "Qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu min shahri min ash-shuhuri ma tasumu fi Sha'ban." Ja Rasulullah, nuk të kam pa asnjëherë duke agjëru në një muaj prej muajve tjerë përpos Ramazanit sa të kam pa në muajin Shaban. Muaji Shaban është muaji para Ramazanit. Ka dash me ditë përgjigjen. Ka thënë pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam: "Dhalika shahrun yaghfalu an-nasu anhu bayna Rajab wa Ramadan." Ky është muaji që njerëzit më së shumti e neglizhojnë
mes muajit Rajab dhe muajit Ramazan. Wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Dhe muaji Shaban është muaji në të cilin ngriten veprat e robëve të Allahut tek Zoti i botëve. Pra, muaji Shaban shpirtnisht konsiderohet muaji i fundit, ku njeriu pas një viti të tërë, çfarëdo që ka vepruar, në muajin Shaban i ngriten veprat tek Allahu i Madhërisht. Pastaj me muajin Ramazan fillon viti shpirtëror, viti i ri i shpirtit. E kjo tregon se pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam e ka kuptuar mirë çka do të thotë me ndryshu veten. Prandaj e ka parapërgatit veten me agjerim edhe me ibadete të ndryshme në muajin Shaban, gjë që shumica e njerëzve e neglizhojnë, për shkak se e ka ditë që ai që e pret Ramazanin i parapërgatitur nga Shabani do të arrijë edhe gjallërimin e zemrës edhe ndryshimin e gjendjes. Çdo gjë serioze kërkon parapërgatitje. Në të kundërtën nuk mund të shfrytëzohet si duhet dhe sa duhet. Prandaj ata që i marrin masat përgatitore të mjaftueshme i arrin qëllimet maksimale, edhe arrin rezultate të kënaqshme. Nëse pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam është mundu maksimalisht mu përgatit për Ramazan, e kush ka qenë ai? Vula e pejgamberisë, ma i dashmi i Zotit. Gjunaat e falura, i mbrojtur nga mëkatet, edhe prap e ka bo maksimumin për mu para përgatit që këtë vijë Ramazani me qeni gatshëm për me shfrytzu maksimalisht. Pse? Se nuk ka dash mi ngrit veprat e tij vetëm se duke qenë agjerueshëm, prandaj vazhdon të thotë sallallahu alaihi wasallam, fa uhibbu an yurfa amali wa ana sa'im. Andaj dua që kur të më ngritet vepra ime tek Allahu i Madhërisht, të jem agjerueshëm. Pa ma parasysh sa veprat mira ku mujt me bëu gjatë vitit. Por pos kësaj po duhet që edhe kur të ngriten veprat me kanë agjerueshëm. Prandaj ka agjeruar më shumë ti përpos Ramazanit në Shaban se sa në çdo muaj tjetër, sikurse përmendet në koleksionin e haditheve të sakta të Buhariut të Muslimit nga Aisha radhiyallahu anha, e cila thot: "Ma ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama shahrin qattu illa shahra Ramadan, wa ma ra'aytu akthara minhu siyaman fi Sha'ban." Pra, i vetmi muaj që e ka agjeruar komplet është Ramazani. Dhe kaq i vetmi muaj që ka agjeruar më shumëti, po jo komplet Ramazanin, komplet muajin, është muaji Shaban. Sepse duhet me dallu Ramazanin prej muajve të tjerë. Pra Rasulullah e ka kuptuar shumë mirë rëndësinë e gjallërimit zemrës edhe të ndryshimit gjendjes. Prandaj ka dashur me përçu mesazhin direkt tek ne që nëse doni mi gjallënu zemrat e juaja, e nëse doni mi ndryshu gjendet tuaja, këtë e bëni mas miri përmes Ramazanit. Andaj përgatituni para se mi ardhë Ramazani. Prandaj nuk ka humbje më të madhe se sa me ardhë Ramazani e mos me përjetu ndryshim besimtari apo besimtari Allahut. Prandaj pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Raghima anfu rajulin dakhala alayhi Ramadan thumma insalakha qabla an yughfar lahu." Ka thënë mirë për atë njeri që ka hyrë Ramazani e ka dalë, e ati nuk janë falë mëkatet. Me përkthy ndryshe i bie që ai nuk ka ndryshu. Nga se nuk i falen mëkatet dikujt në Ramazan vetëm se ati që s'ka dash me ndryshu. Ati që ka dash me qëndru në gjendjen e mapashme që ka qenë. Se Ramazani është qaq i madh, qaq madhështor, përplot me mirësi, sa që kushdo që edhe pak merr për këtij muaji, i falen mëkatet, inshallah taala. E po thot pejgamberi Allahut, mirë për atë njeri që hyn e del Ramazani, e ati si falen mëkatet. Pra s'ka dash me ndryshu. Kuptimi alegorik i këtij hadithi është lumë për atë besimtar dhe për atë besimtare që hyje del Ramazani, ati i falen mëkatet, apo asaj i falen gjunat. Pse? Se i ka synu ndryshimin. Dhe nuk vije falja vetëm se kur ne i synojmë ndryshimin. Prandaj duhet me ndërmarr disa hapa konkret që na edhe me përfitu për gjallërimin e zemrave, por edhe për me ndryshu gjendjet tona. Prej hapave konkret që unë do t'i përmend është me i dhënë përparësi Allahut para çdo kujt. Nëse nas një muj s'keni mujt me i dhënë përparësi Allahut para njerëzve më të dashur, e para punëve më të dashura tuaja, jepni ben Ramazan. Allahu çdo gjë ka dhënë për neve. Çdo gjë e ka nënshtruar për neve. Të mirat e dynjas na i ka dhënë, e të mirat e ahiretit na i ka premtuar. E tash na mos me pas Allahun prioritet, vallahi është goxha problematike.
Askush nuk meriton vëmendje më të madhe se sa Allah. Kërkuj si kemi bërë sa I kemi Allah. Edhe kërkush s'mund me na kënaq, çish na kënaq Allah. Andaj mos të mashtrohemi me njerëz, qofshin ata të afërm, edhe familjar, edhe me prind, edhe me fëmijë, edhe me gra, secili e ka hakun e vet. Ama para Allahut nuk vije askush. Prandaj ta edukojmë veten këtë Ramazan çish mi dhon përparësi Allahut para çdo kujt tjetër. Nga se askush nuk është më I rëndësishëm se sa Allahu, dhe askush nuk e meriton dashurinë më shumë se sa Allahu. Allahu kur I vlerëson besimtarët e Tij në Kur'an çfarë thotë? "Walladhina amanu ashaddu hubban lillah." Besimtarët e Allahut janë ata që dashurinë më të madhe e kanë për Allah. Kanë dashuri për familje, kanë dashuri për punë, kanë dashuri për shoqëni, këtë normal është. Allahu ka përcaktuar kësaj. Edhe na duhet mi ushqy zemrat tona me dashuri dhe ndaj kategorive njerëzore. Por dashurinë më të madhe e kanë për Allah. Nëse arrim na që dashni me kultivuar zemrat tona këtë Ramazan, e kemi bërë punën më të madhe. Edhe kemi vendos Allahun të parin. E kush Allahun e vë të parin, kur nuk mbetet I fundit. Ai që Allahun e ka të parin, në synimet e Tij, në jetën e Tij, në veprimet e Tij, kur s'ka më mbeti I fundit, as në dynjë as në ahiret. Përkundrazi ka më qenë për të parëve. Prandaj Allahu ka më dhënë çat privilegj që kur të ngjallët ka marrë ngjall me pejgamberët, me dëshmorët, me njerëz të mirë dhe të sinqertë, me të parët e shoqërisë njerëzore. Nuk ka më të lartë për nga aspekti njerëzor se sa pejgamberët. Pastaj se sa dëshmorët, se sa njerëz të mirë dhe të sinqertë. Pikërisht për shkak vlerave që I kanë. E tash na as jemi pejgamber, ndoshta dikush penesh vdes si dëshmor, ndoshta jo, lutim Allahun këtë me vdek dëshmor, por nëse se kemi çat mundësi, muna me qenë për atyre që janë të mirë dhe janë të sinqertë. E padyshim se mundemi të jemi për atyre që do të gëzojnë mirësinë e të qenit për të parëve, për shkak se Allahun e kanë pas të parë në dynjë. Askën tjetër para Allahut madhërisht. Pastaj prej madhërimit të Zotit është edhe madhërimi I ritualeve të Zotit. Kush I madhëron ritualet e Zotit, realisht e madhëron Zotin. Allahu në Kur'an thot: "Wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub." Kush I madhëron ritualet e Allahut, atë kjo është devotshmëria. Devotshmëria e zemrave është kur na I madhërojmë ritualet që Allahu I ka përcaktuar. E një për ritualeve më madhështore është agjerimi I Ramazanit. E Ramazani nuk karakterizohet vetëm me agjerim. Agjerimi është pjesë përbërëse e Ramazanit. Ramazani është përplot me madhështi, përplot me mirësi. Ramazani është akademi shpirtërore, mendore e trupore. Ramazani është aq madhështor sa që nuk ka element dhe segment njerëzor që nuk e ndryshon. Duhet vetëm me përjetuar. Pastaj ai që e ka Allahun të parin edhe I madhëron ritualet e Allahut, detyrimisht ka me shijuar ëmbëlsinë e imanit në ibadet. Dhe kjo është çështja më e thellë. Pra, me shijuar ëmbëlsinë e imanit në adhurimin ndaj Allahut madhërisëm, është shkalla më e lartë që na mundna me përjetu. Se me I kry ritualet I kryjnë plot musliman, ama me I shiju ritualet shumë pak I shijuin. Me shijuar ëmbëlsinë e imanit në kryen e adhurimeve ka shi Allahut, është diçka e veçantë, është diçka speciale. Fillimisht, a ka shije imani, ka shije imani. Na ka tregu pejgamberi Allahut në hadithin e Abbasit radhiyallahu anhu, agjës pejgamberi Zotit sallallahu alaihi wasallam I cili thotë: "Dhaqa ta'ma al-imani man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam rasula." E ka shiju shijen e imanit. Ta'ma al-iman, shijen e imanit, ai që është I kënaqur me Allahun për Zot, I kënaqur me Islamin për fe dhe I kënaqur me Muhammed Mustafan për pejgamber. Pra e ka plotësu tre këndshin e fesë. Fillimisht Allahu, pastaj dy kënde tjera, që është Islami si fe, si mesazh dhe Muhammed Mustafa si kumtues I këtij mesazhi sallallahu alaihi wasallam. Përndryshe nuk mund të jemi besimtar. Mirë po e ka përmend prej shijimit të shijes së imanit. E kjo arrihet kur na jemi të kënaqur, se nuk mjafton vetëm me besu Allahun. Është një lloj kënaqësie që na duhet me përjetu. Kur e besojmë Allahun, kur I praktikojmë urdhat e Allahut, kur e besojmë Islamin për fe,
dhe kur i aplikojmë mesazhet e Islamit. Kur e besojmë Muhammed Mustafan për pejgamber dhe i pasojmë mësimet e tij. E këtë shije e përjeton vetëm ai që i dorëzohet Allahut plotësisht e sinqerisht. Lumaj që i dorëzohet Allahut plotësisht dhe sinqerisht. Ky ka me shijuar ëmbëlsinë e imanit. Se imani ka edhe ëmbëlsi, sikur që na tregon Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam në hadithin që transmeton sahabiu i nderuar Anas bin Malik radhiyallahu anhu, i cili thot, ka thënë pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawat al-iman. Tre gjëra kushdo që i posedon vetveten e tij, zemrën e tij, shpirtin e tij, ai do ta shijojë ëmbëlsinë e imanit. Hadithi i parë tregoi që imani ka shije. E hadithi i dytë po e specifikon çfarë shije ka. Ka shije të ëmbël. E për me shiju ëmbëlsinë e imanit, duhet mi pas në zemrat tona, në shpirtrat tona tre gjëra. E yakun Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Që të jetë Allahu dhe i dërguari i tij më të dashurit për të se sa çdo kusht tjetër. Dashnia për Allah dhe dashnia për Rasulullah. Këto i japin kuptim jetës tonë. I japin kuptim edhe heshtjeve tona, edhe frymarrjeve tona. Për dashnin ndaj Allahut jemi kriju, me dashur Allahun. Edhe për dashnin ndaj Rasulullahut jemi gjithashtu të krijuar, sepse nuk plotësohet imani pa dashur edhe Rasulullahun sallallahu alaihi wasallam. Prandaj Allahu e kalon obligative që për me hyrë në Islam duhet me dëshmu edhe që Muhammed Mustafa është robi i dërguarit i tij. Nuk mjafton shahadeti vetëm me thonë la ilaha illallah, por duhet me thonë edhe Muhammedur Rasulullah. Se Allahu e ka ndërlidh dashurinë ndaj pejgamberit Zotit me dashurinë ndaj Zotit. Sepse çdo gjë që i përket shpalljes së zbritur ndaj pejgamberit Zotit, realisht i përket Zotit. Sepse i dërguari i Zotit ka qenë praktikues i mesazheve të Zotit. Sepse i dërguari i Zotit ka qenë i deleguari i Zotit në tokë, më i dashur i tij, më i miri, më i përzgjedhur. Pastaj vazhdon e thot: "Wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah." Edhe me dash dikon pas Allahut dhe Rasullullah, mi po mos me dash vetëm se për Allah, për asnjë interes kësaj bote. Edhe në fund thot: "Wa an yakraha an ya'uda fi al-kufri ba'da an anqadhahu Allahu min kama yakrahu an yuqdha fi an-nar." Me urry rikthimin mosbesim, mohim, kufër, pasi që Allahu e ka shpëtuar atë me iman, sikur se e urren hudhjen në zjarr. Sa urrejmë hudhjen në zjarr? Nëse dikush do të më na hudh në zjarr, a ka punë më të urryer për neve se sa kjo? Për zjarrin e jetës kësaj bote. Si është fjala me zjarrin e xhenemit, që është 69 herë më flakrues e më djegës. Na do të me urry rikthimin mosbesim, në devijim, më shumë se sa që urrejmë me na hudh në zjarr dynjas. E mos flasim për zjarrin e ahiretit. Pra, për me shiju ëmbëlsinë e imanit, do të mi plotësu çto shkaqe, çto kushte. Kushdo që i plotëson këto, do ta shijojë ëmbëlsinë e imanit. E nuk ka muaj më të përshtatshëm, rrethana më të volitshme se sa Ramazani. Le të jetë ky Ramazani i shijimit të ëmbëlsisë e imanit. Pastaj pasuroje ditën edhe natën në Ramazan me lloj-llojshmëri adhurimesh. Mos u përqendro vetëm me një adhurim, nga sa Allahu për mirësisë tij ka caktuar lloj-llojshmëri adhurimesh. Njeriu është krijesë që lehtësisht edhe shumë shpejt bëhet monoton, edhe kur është fjala për punë të mira. Për shembull, njeriu edhe pse mund me pas një ushqim favorit, më të preferuar e tij, mi po nëse çdo ditë ushqehet me ta, i bëhet monotone. Edhe me ushqimet e shpirtit është kësaj. Prandaj Allahu ka përcaktuar lloj-llojshmëri adhurimesh. Ta pasurojmë Ramazanin me lloj-llojshmëri adhurimesh, duke filluar nga qëndrimi sa më shumë në xhami. Normalisht për ata që kanë mundësi, nga se ka edhe të tillë që punojnë edhe gjatë Ramazanit. Po nëse pak ke mundësi, edukoje veten me u lidh me xhamin. Shkon në xhamin e lagjës tënde, vetmoju aty me Allahun e Madhërisht. Pastaj aty bën për ibadeteve aq sa ke mundësi. Ama edukoje veten me u vetmu me Allahun në shtëpi, larg familjes, larg shoqërisë, larg pasurisë, larg karrierës, larg çdo gjëje. Vetëm ti dhe Allahu. Ashtu siç është vetmu pejgamberi Allahut, sidomos në Ramazan sallallahu alaihi wasallam. Kjo edukat na ngrit në nivele të larta shpirtërore. Vetmimi me Allahun është madhështia më e madhe që mundet më përjetu në shpirt. Ata që e kanë eduku veten, qoftë me namaz natë, qoftë me vetmim, me dhikr,
sidomos në xhami, në shtëpitë e Allahut, ata e kuptojnë më së miri se për çfarë po flas. Nuk ka ëmbëlsi më të madhe se sa kur vetmosh me Allahun në xhami, edhe i përkushtohesh vetëm atij. Qoftë edhe për 5 minuta, 10 minuta. Shfrytëzoje ky Ramazan, le të jetë Ramazani i ndryshimit tonë. Ramazani i rregullimit të raportit me Allahun Madhërisëm. Ramazani i lidhjes së fuqishme me shtëpinë e Zotit, me xhamin, me burimin e energjisë dhe të imunitetit. Nga se në shtëpitë e Zotit imunizohemi dhe mbushemi me energji si askund tjetër. Prandaj quhet shtëpi e Zotit. Këtu ka tjetër përjetim. Xhamia ka tjetër përjetim. Prandaj Allah ka bërë obligim mu fal në xhami me xhamat. Pikërisht për shkak të përjetimit të veçantë që e ka namazi në xhami. Sidomos për ata që kanë fëmijësi me shtëpitë e Allahut. Qëndroni sa më shumë larg fjalëve dhe veprave shkatruese të sevapeve brenda Ramazan. Çdo fjalë që është e padobishme, e panevojshme, që ta cenon ty sevapin e Ramazanit, largoju. Largoju, na kemi për detyrë mu largu çdo ditë, po të paktën në Ramazan largonu. Thot pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, men lem yada qawl az-zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu. Kush nuk e braktis fjalën e keqe, fjalën e pështirë, fjalën e ndyrë, edhe veprën e ligë, për që rrinë pangron e papi, mos mendon që Allahu është lazën për këtë punë. Por qëllimi është na me përjetu madhështinë e Ramazanit, nuk është qëllimi vetëm me mbet pangron e papi. E ai që e kupton madhështinë e vetmimit me Allahun e Madhërisëm, e pasurimit të ditës dhe të natës gjatë Ramazanit, me lloj-llojshmëri ibadetesh, ai s'ka mundësi me qëndru për atyre që do të flasin fjalë të pista, fjalë të ndyra, fjalë të liga, e të kota, e mos flasin për vepra të këqija. Ai nuk dëshiron me cenu imanin e tij përmes fjalëve të liga dhe përmes veprave të pamatura. Sa e ka shijuar ëmbëlsinë e imanit, për të nuk ka diçka më të shtrenjtë se sa që kjo ëmbëlsi. Kjo shije është e pakompenzueshme, është e pazavendësueshme. Çfarë dobi e ka nëse e themi një fjalë të ligë? Miliona dobi ka nëse e mat veten, e frenon veten, nuk e thoni fjalë të ligë. Miliona dobi ka. A asnjë dobi nuk ka me fol një fjalë të ligë. Edhe nëse dikush e meriton me i thonë diçka. Ti nuk e meriton me qitë qatë fjalë për gojës. Imani yt se meriton me qitë qatë fjalë për gojës. E sidomos në Ramazan. Prandaj pejgamberi sa na ka mësuar që nëse dikush vjen na provokon, do të më thonë, kujdes, unë jam agjerueshëm. Unë nuk po du bela me ty. S'jam i belava. Unë jam i adhurimit, unë jam robi i Zotit. Pse? A është kjo nga Afrika? Jo, nuk është nga Afrika, po është nga devotshmëria. Për shkak se janë disa gjëra shumë më të rëndësishme se sa na më shfrym llojet tona. Deponimi i veprave të mira, mos cenimi i tyne, ruajtja e pastërtisë tyne. Këtë ato që e ke ndërtuar ti gjatë Ramazanit, më ardh dikush, një i papjekur, një i pamatur, me të provokuar ty edhe me thonë ti një fjalë që mundet me t'i shkatru kreta, nëse jo si vepër, mundet me ta shkatru sevapin asaj vepre. Obligimin na shtaj ke kry. Ama sevap s'ke marrë, është humbje e madhe, nuk ja vlen. Na jemi ngar çish me dal para Allahut sa më të mirë. Na nuk jemi ngar çish me tregu se kush jemi më i fortë në fjalë edhe në gjymtyr me njerëz. Prandaj kush është më i fortë në Islam? Ai që përlahet? Jo. Ai që e frenon veten. Ai që e frenon mllëfin. Ai që kur vjen tjetri dhe e provokon, e sulmon, mundohet me ja ul nivelin, ai duron. Sa ai çdo herë ka vetdijen e ngritur që Allahu po e sheh, Allahu po e dëgjon. Nuk don me i hub mirësitë e sevapeve, nuk don me shkatru veprat që i kanë ndërtu për vitet tona. Nuk don, se s'ja vlen. Pastaj ka leje kohën me gjana të dobishme. E gjana të dobishme përfshin shumë gjana. Për krahas ritualeve, krahas adhurimeve, gjë shumë e dobishme është edhe me lexu diçka, ama me lexu diçka të dobishme. Është gjë shumë e dobishme me kalu kohë me fëmijët e juaj, me prindët e juaj, edhe pse është Ramazan. E mos flasim që gjëja më e dobishme në Ramazan është me u lidh me librin e Allahut, me Kur'anin. Mundonu me eduku veten që sa më shumë me lexu Kur'anin në Ramazan, sepse Ramazani realisht është muaji i Kur'anit. Nëse arrim me eduku veten me lexim Kur'anin në Ramazan, do ta kemi shumë më të lehtë pastaj edhe jashtë Ramazanit. Do të përmbushemi shpirtnisht. Kjo do ndurim, sidomos fillimi, nuk është i lehtë, e kam parasysh.
Nëse mundi me rrezu hatme në Ramazan, elhamdulillah, shumë mirë. Po dhe nëse s'mundi me rrezu hatme në Ramazan, jo patjetër do të me rrezu hatme në Ramazan. Le të jenë zemrat e juaja edhe gjymtyrët e juaja të lidhura me librin e Allahut. 2 faqe, 2 faqe, 3 faqe, 3 faqe. O be dhe spaku një ajet mos e le pa e lexu, e mos me të shku një ditë apo një natë e Ramazanit, pa e shiku një ajet Zotit, e pa e dëgju veshujt një ajet Allahut. Nëse na zë vdekja, spaku na zën me çat ajet. Dëgjuma pa të lexuar. E kushdo që edukon veten me lexim Kur'ani, Kur'ani do t'i bëjë ndërmjetësim ditë gjykimit. Iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafian li ashabi. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, lexoni Kur'anin sepse ai I vije si ndërmjetësues në ditë gjykimit lexuesve vetë. Ata që e lexojnë. Kjo është vetëm për ata që e lexojnë. Mos flasim për ata që e meditojnë, për ata që e memorizojnë, e mësojnë Kur'anin përmendsh. Për ata që e aplikojnë Kur'anin në jetë. Pra vetëm për leximin e Kur'anit ti do të përfitosh për madhështisë madhe që me ndërmjetësuaj për ty në ditë gjykimit. Secili prej nesh kena pas nevojë me na ndërmjetësu veprat tona në ditë gjykimit, se do të jenë të mangëta. Deshtëm apo s'deshtëm. Sado që të veprojmë, sado që të punojmë, do të kemi të mangëta. Kemi pas nevojë për ndërmjetësime. Prandaj ekziston shefati I Resulullah në ditë gjykimit, për kallën ndërmjetësimit kësaj natyre, ku agjëruesi për shkak të agjerimi ndërmjetëson për të ditë gjykimit. Leximi I Kuranit ndërmjetëson për të ditë gjykimit. Pastaj ka edhe ndërmjetësime tjera që tash nuk është koha me I përmend. Lexoni sa më shumë Kur'an në Ramazan. Sa më shumë që të keni mundësi. Kemi kohë për diskutime, për ndeja jashtë Ramazanit, jo që jemi të I bë, po jemi të I tepru. Spaku në Ramazan të lidheni me Kur'an. Bëjna vetit një dallueshmëri për mujve tjerë. Thuj, unë kam u dallu që të muj me lexim Kur'anit. Kam u lidh me Kur'anin. Sikurse nuk jam lidh në asnjë muj tjetër. Nëse asnjëherë s'ke mujt me bëni gjatë tillë, spaku këtë Ramazan bëne. Keme e pa çfarë përjetimi keme pas këtij muji. Si asnjë Ramazan tjetër keme përjetu. Keme shijuar ëmbëlsinë e këtij Ramazan. Pastaj caktoj qëllimet tua në këtë Ramazan. Qëllimet në raport me veten, qëllimet në raport me familjen, qëllimet në raport me falefisin, qëllimet në raport me fqinjet dhe qëllimet në raport me shoqërinë mbar. Qitja vetes qëllimet, ku je të dash me arriti? Çka je të dash me bë me veten? Çka synon ti pas Ramazanit? Në raport me familjen, çka synon me bë? Në raport me shoqërinë përgjithësi, çka kem plan me bë? Nuk ka zemra më të përshtatshme edhe më të gatshme për mu përmisu se sa në Ramazan. Edhe mendja kur nuk është më e këndellur se sa në Ramazan, për mi planifiku ti ato çka I synon pas Ramazanit. Andaj, përmbushja që e përjeton në Ramazan, energjia që e fiton në Ramazan, imuniteti shpirtënor që ti e ndjen në Ramazan, nuk ekziston më I tjerë. Çdo plan që e bën në Ramazan është I predispozuar me qenë I suksesshëm me lejen e Allahut pas Ramazanit. Për shkak begatisë së këtij muaji. Pastaj gjithashtu bëja vetes program që mos më të kalu asnjë ditë e Ramazanit pa dhikr, krahas leximit Kuranit. Bëna vetes obligim me pas dhikr të përditshëm edhe të përnaçëm. 5 minuta nëse ke mundësi, ulo edhe madhroj Allahun. Më e pakta me 4 thesarat e xhenetit. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Këto janë thesarat e xhenetit. Nëse doni me deponu thesarën ditë gjykimit në xhenet, mas miri e bëni përmes këtyre 4 gjonave që I ka thujt pejgamberi Allahut thesarat e xhenetit. Çka na kushton neve më vetmu edhe me thonë subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu akbar. Pak fjalë e shpërblimet shumëta. Edukon e vetë në Ramazan këto me I praktiku. Pastaj edhe me dhonë sadak. Kur gjo mos pas mundësi, nëse ke mundësi 30 euro mi da për Ramazan, mos me të shku asnjë ditë e Ramazanit pa dhënë sadak. Sidomos me dhënë sadakën mas akşamit. Që nëse ja qëllojmë natës së Kadrit, me ja qëllu me sadak gjithashtu. E kush jep sadak natë Kadrit është si me dhënë 84 vjetë. 1 euro çdo natë. Pas ke mundësi, se dikush si ka mundësi të mi da 30 euro në muj, ka 10 cent bre e dajt. 10 cent, 3 euro në muj. Shpërblimet I keni jashtëzakonisht të mëdha. Se Allahu nuk shikon as në numër, as në sasi që na japën, shikon cilësi.
Ai që ka mundësi me dhon 3 euro, po që ato i ka mas shpirtit, ai realisht e ka dhon pasurinë e vetme që e ka pas. Ndodh që dikush ka miliarda, po jep shumë pak. E dikush ka shumë pak, po jep këtë ato që e ka. Ky te Allahu shumë më i ngritur se sa çaj miliarderi që ndoshta e ka dhon 1 milion ai, a mund krahasim me ato që i ka janë kur gjë. E ky që i ka 3 euro mas shpirtit, e çto i ka dhon Ramazan? Wallahi ky te Allahu shumë më i ngritur, se ky ka sakrifikuar, se ky ka qenë i nevojshëm për ato 3 euro. E kur na edukojmë veten me sadaka në Ramazan, kjo do të pasojë, do të vazhdojë inshallah edhe pas Ramazanit. Lexo pe rregullave të Ramazanit. Çdo ditë lexo. Fatmirësisht tash janë lecu gjana, janë lecu rrethonat. Interneti, alhamdulillah, është në gjitha shtëpitë tona. Lexo pe rregullave të Ramazanit. Mos agjëro Ramazanin pa dije. Më e pakta çka mund me bëj, edhe nëse si për atyre që lexon, pyeteni hoxh. Çdo ditë bëjnë vetes obligim me pyet diçka rreth Ramazanit. Nuk i merr hoxhës më shumë se 2 minuta, 3 minuta, e ty vetëm 10 sekonda për me pyet. Ideja është që na me ngrit vetdijen e kërkimit të diturisë në Ramazan, rreth çështjeve të Ramazanit. Se zakonisht çështjet e Ramazanit janë të rralla, një herë në vit vijnë, edhe harrohen shpejt. E përkujtimi i tyre, përtrirja e tyre, si informacion është shumë i rëndësishëm për jetën tonë. Pastaj shteva faktin që edhe ti bëhesh shkak që edhe në familje, pastaj mi vetëdijsu edhe mi mësu rreth normave të Ramazanit. Sa njëri agjeron pa ditë çu agjerohet. Nuk i din rregullat, nuk e din kur prishet, nuk e din kur s'prishet Ramazani. Prandaj është mirë që me hulumtu edhe me mësu diçka, qoftë edhe pak rreth këtyre gjanave. Krijo atmosferë të këndshme në shtëpi. Bënu ti ai, nëse kërkush se bën në shtëpi tënde, ti krijo çasi ambientit të Ramazanit që nuk përjetohet jashtë Ramazanit. Ramazani duhet me dallu. Ramazani e ka dalluar edhe pejgamberi Allahut. Nuk ka asgjë të keqe, nuk është bidat me i zbukuru shtëpitë për Ramazan. Nuk ka asgjë të keqe me ia bë për hajër Ramazanin. Nuk është bidat, absolutisht jo. Është sunet përkundrazi. Pejgamberi Allahut kur ka Ramazani, ja ka bë për hajër tjerëve që ka Ramazan. Atakum shahru Ramadan, shahrun mubarak, u erdhi juve muaji Ramazan, muaji i bekuar, muaji i begative të shumta. Krijoni çasi ambientet që fëmijët kur mos me harruat atë atmosferë. Kur të rritet ai nesër, kam i kujtu si kujtimet më të bukura të jetës tij. Pse sot njerëzit janë të ndiku për festave të huaja, konkretisht muslimanët? A dini pse? Për shkak se aty në ju mungojnë atmosferat e këndshme në shtëpitë tyne. Pra në Bajram thot, në Ramazan thot. Edhe ai kur sheh çka bëjnë tjerët, ai ndikohet. Krishtlindje ato, këto. Edhe na kemi festat tona. Gjumon dalloje për ditëve tjera. Është sunetit me dallu edhe me veshje, edhe me ambient familjar. Ramazanin dalloje për muajve tjerë. Bajramet dalloje për vitit në përgjithësi. Ti edukojmë fëmijët kësaj, keni me pa që kur s'kan me qenë lazëm mund diku për tjerëve. Çfarë do që i ofron bota për festave ndryshme, e kam thonë, nuk kam diçka mangë që po më ofron ti për tonë, sa kupton. I kam unë elhamdulillah në Bajram. I kam në Ramazan, i kam në Xhumo. Pastaj respektoj ftesat, por edhe rri me familje. Ramazani karakterizohet me ftesat shumë të aniftare dhe kjo është një mirësi e veçantë, diskutohet e punë. Na e kemi në parim, pe sunetit është me u përgjigj ftesës kur dikush fiton. Ama mos lejo që komplet Ramazani me shku si musafir. Lej do iftare me familje. Edhe familja jote ka nevojë për ty. Edhe ti ke nevojë me shiju një iftar me nanën, me babë, e me gruat tënde, e me fëmijët e tu. Krejt kemi nevojë, sepse duhet pe krejtave me përjetu nga pak. Edhe duhet krejtve me adhon hakun që e meriton. Ka dhe shumë gjëra tjera konkrete dhe praktike që na mujna me këshillu mes vete, por unë po mjaftohem me kaq, lutim Allahun që të na mundsoj arritjen e këtij Ramazani, edhe për mbylljen e tij si të dalur fitimtar, shpërblyer. Inshallah na mundson me arrit natën e Kadrit, nga se nuk ka humbje më të madhe se sa ai që arrin natën e Kadrit e privohet prej madhështisë kësaj nate. Thot pejgamberi Allah, men hurima khairaha faqad hurim. Kush privohet prej mirësisë së natës së Kadrit, ai është njeriu më i privuar. S'ka hajër më të madh se sa me arrit natën e Kadrit, e mirë për atë që arrin fizikisht, por nuk e arrin shpirtërisht. E lum për atë që edhe fizikisht, edhe shpirtërisht e përjetojnë këtë natë. Lutim Allah me na mundësu një gjë të tillë, me na bë për besimtarët sinqert fjalën dhe vepra dhe me na i fal mëkatet. Inshallah dalim si të falur, të liruar prej zjarrit xhenemit të muaj. Falni sa më shumë nëse doni falje,
jepni dashni nëse doni dashni nga ana e Allahut, mbuloni nëse doni Allah m'ja mbulut metat edhe gjunat ditë gjykimit, te i kaloni, arsyetoni sa më shumë që të mundeni, edhe bëni për njerëzve të dobishëm kudo që t'jeni, jo vetëm me muslimanët, por edhe me shoqërinë tonë përgjithësi. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.